Përshëndetje të dashur miq, këtu kam se lazanje për kokën e lazanjeve. Doli vërtet fantastike, por me peta të gatshme. Pse do thoni jo Eli? T'janë thar duart jo, por është shumë vape thash për mos u lodhur shumë. Në një tenxhere qep selino karrotë të gririme të skuqim me vaj ulliri. Mbasi e skuqur qepa, shtojmë 1 kilogram mish viçi, krip e piper. Mbasi kemi skuqur e shojmë me një gotë verë të bardhë. Ndërkohë zjem 2 litra qumësh në një tenxhere. Shtojmë salcën tek mishi edhe pak ujë që shplajmë shishet. Këto copat e djathit parmigiani që të thata, i grueta që i kishplava dhe i fut të zjem për mos i çordëm 1 orë me flak të ulët, ky është rezultati. Ndërkohë, në një tenxhere 100 gram gjalp, 4 lugë miell. E përzim mirë, shtojmë pak qumësh të ftoft. E përzim mirë dhe e shtojmë tek tenxheria që zjem 2 litra qumësh. Kështu bëhet më shpejt dhe nuk lodhi. Pak arr myshku. Ky është rezultati, e zjem derisa kemi këtë, përfitojmë të konsistencë. E provoni dhe për krip. Ndërkohë, fillojmë ndërtojmë lazanjet në një tepsi, beshamela ragu edhe shtrojmë peta. Një dorë të mirë me djathë parmigian, shtro peta edhe hidh harxhin, do të thënë përbërësit, derisa të mbarojmë gjithë përbërësit. Doli vërtet fantastike. Djathë parmigian dhe direkt në furrë mbulojmë me kapak për ja 15 minuta, heqim kapakun gati 1 orë me 180-190 gradë. Dhe ky është rezultati kur thot Eli çat ta hash me sy. Shikojeni tani flet puna vet. Shpresoj që të pëlqejë receta, ju uroj gjithë mirë dhe mirupafshim.